Përshëndetje. Në një botë normale, njerëzit do të përballonin stresin duke bërë sport, duke folur me një mik, duke marrë frymë thellë ose në një rast ekstrem, duke shkuar te psikolog. Por jo, shoqëria moderne ka gjetur një zgjidhje shumë më të lirë, më të shpejtë edhe më të rrezikshme. Komentet në rrjetet sociale. E pse duhet të paguash terapi kur ti mund të shkruash poshtë një postimi? Po i ikor budalla, po i ikor debili. Dhe të ndjesh me njerë si kur ke reguluar botën, ekonominë dhe moralin shoqëror brenda 3 sekondash. Komentet sot nuk janë më komunikim, janë valvula shkarkimi, janë vendi ku ankthi kolektiv del me një caps lock, me një emoji, zemërim dhe me një ndjenjë të rreme fuqie. Ankthi i përditshëm kërkon dalje, kërkon rrugë zgjidhje. Njerëzit janë të stresuar, jo pak, por shumë. Punë që nuk mjafton, para që nuk dalin kurrë, marrëdhënie që janë në pauzë prej 7 vitesh, pa i quajmë. Lajme që shpërndajnë depresion dhe kur i sheh vetëm në tituj, pasiguri në të ardhmen, krahasimi vazhdueshëm me të tjerët. Kur nuk ke kontroll mbi jetën tënde, ku e gjen kontrollin? Te komenti. Sepse aty je i lirë, aty je shef, aty je gjykatës, aty je ekspert, aty je psikolog dhe politolog dhe profesor universitetit dhe kirurg kardiak brenda një fjalie. Shqipëria ka marrë fund. Nuk bëhet ky vend. E të tjera si këto. Dhe fal Zotit që e the ti se ne të tjerët mendonim se kështu ishte në rregull. Komenti si terapi e varfër e popullit. Në psikologji flitet për katarsis, për pastrim, nxjerrja emocioneve të grumbulluara. Në teori, shfryrja të lehtëson. Në praktikë, rrjetet sociale e kanë kthyer këtë katarsis në sport olimpik. Një person që ka pasur ditë të keqe në punë, nuk shkon të thotë jam i stresuar. Ai jap Facebookun dhe shkruan poshtë një video apo një figure. Budallëk. Popull pa kulturë. Çfarë ka ai që është në fotografi? Ajo thjesht ekziston, por momenti nuk është për fotografinë. Është për shefin, për jetën, për frustrimet, për ndjenjen e pafuqisë. Postimi është shkëndij. Ankthi është zjarri. Anonimiteti, maska që nxjerr bishën. Në rrugë njerëzit janë të sjellshëm. Tu ngjat jeta, si je, përshëndetje, me shëndet. Në internet nuk janë asgjë, sepse interneti është vendi ku ai njeriu i turpshëm bëhet gladiator. Ai të ngul thikën ku të mund. Anonimiteti është një maskë tjetër magjike. Heq turpin, heq frikën, heq edukatën dhe shton guximin e gabuar. Online, edhe ai që nuk ka folur kurrë në klasë, thotë, unë do ta rregulloj botën për 3 ditë. Po, patjetër. Me një koment edhe me një emoji flak. Komentuesi profesionist, ekspert i gjithçkaje. Rrjetet sociale kanë krijuar një specie të re. Homo komentues maximus. Mbajini mend. Ky njeri ka opinion për çdo gjë. Vaksinat, luftën në Ukrainë, edukimin e fëmijëve, dietat, martesën e tjetrit, dhe pse bie shi kur ai ka lar makinën. Ai nuk lexon artikullin, ai lexon titullin, pastaj komenton. Turp për kë? Për çfarë? S'ka rëndësi, e rëndësishme është të shkarkosh. Komenti është si të bërtasësh në një shpellë dhe të dëgjosh johonën e egos tënde. Ankthi i krahasimit dhe urrejtja e maskuar. Instagrami është një panair ku të gjithë janë të lumtur. Të gjithë udhtojnë, të gjithë kanë një bark të sheshtë, të gjithë hanë salmon dhe jetojnë sikur nuk kanë parë kurrë stres me sy. Ndërsa ti je në kuzhinë, duke ngrënë bukë me djath edhe duke menduar, ku gabova? Ky kontrast krijon frustrim dhe frustrimi kërkon objekt. Prandaj njerëzit komentojnë poshtë fotos së dikujt që ka sukses. E ka me lek të pista. Sepse është me lehtë të ulësh tjetrin se sa të pranosh unë ndjem i ngecur, unë jam i pllëkuar, shoqëria nuk flet, por shtyn.
Në shumë kultura njerëzit thonë, jam i stresuar, jam i lodhur, kam ankth. Tek ne, çfarë budalla lloku. Askush nuk thotë jam i vetmuar. Thonë, sti zvlen fare. Komentet janë emocione të përkthyera keq. Ankthi i veshur si arrogancë, dhimbja e veshur si tallje, vetmia e veshur si mlef. Komentet si aren për pushtet psikologjik. Rrjetet sociale janë një vend ku njerëzit kërkojnë të ndihet dikush. Në jetën reale mund të ndihesh i padukshëm. Në komente je protagonist. Një koment agresiv është shpesh një mënyrë për të thënë unë ekzistoj. Dhe nëse ekzistenca jote shprehet me fjalin ti je dele, ti je gomar. Ky është pushteti emocional i lirisë. A ndihmojnë komentet? Po, për 12 sekonda. Si një cigare kur je nervoz, si një gotë kur je i mërzitur, si një shfryrje në timon. Po pastaj, ankthi prapa aty është. Dhe shoqëria bëhet më toksike, sepse një njeri shfryn, tjetri përgjigjet. Pastaj fillon zinxhiri. Po iko, ti ikse, ju jeni dele, po ti je tradhtar. Dhe ja ku ke terapin kolektive shqiptare, një luftë civile me komente poshtruese si të ishin receta për të gatuar, ku diqo, një byrek. Si përfundim, komentet janë simptoma, jo mendim. Komentet në rrjetet sociale nuk janë thjesht fjalë, janë simptoma, simptoma të një shoqërie të lodhur, të pasigurt, të irrituar. Internetin nuk e mbush urrejtja, e mbush ankthi që nuk di ku të shkojë. Dhe çdo koment agresiv është në thelb një thirrje e fshehur. Jam keq, por nuk di si ta them ndryshe. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.